Fation Kurti e nis ditën shumë herët. Çdo mëngjes ai paraqitet pranë zyrave të postës shqiptare në zonën e ish kino studios, në Tiranë për të marrë dorëzim, zarfet, shkresa dhe dokumenta të tjera me vlerë për t'i shpërndarë. Tani kam procesin e çekimit të objekteve që më përkasin mua në zonë apo nuk përkasin. Si postier kam edhe gjykatën e apelit, që ajo ka shumë materiale, kam mbi 380 objekte. Varet dita, nuk është se është për njësoj. Ja, sot për momentin edhe shohim, sot kam 30 banor, 30 objekte për banorët. Por cila është vështirësia më e madhe një postieri? Ato adresat e pasakta, ndaj i seleksionoj veç, po kjo është një ngërç, kthehen, shpresohet. Po, vështirësia më e madhe ajo është. Po na ndihmojnë ku vendosin numrat telefoni, se i gjejmë kollaj. Sa po merr të gjitha materialet, Fationi niset për t'i shpërndarë në zonën që mbulon. Me bicikletën e tij, 48 vjeçari lëviz me shpejtësi në rrugët dhe lagjet e kryeqytetit. Letrat dhe zarfet e tij i presin qytetar, institucione dhe biznese të ndryshme. Objekte u udhëzua me sukses. Personi i radhës që po na pret. Shi, diell, ftohtë apo nxehtë, kushtet e motit nuk ndikojnë në punën e një postieri. Fationi lëviz kështu çdo ditë në rrugët e Tiranës. Është një eksperiencë shumë e bukur për mua. E ndjej veten shumë mirë. Në fillim kisha sikletë, normalisht. Po ishte diçka eksperiencë e re, po me ndihmën e kolegëve, unë profesionova. Korrektësia dhe mbërritja në orar është qëllimi kryesor i 48 vjeçarit. Unë zakonisht i marroj punët shpejt, që parë kishim një objekt që personi ishte larg nga distanca nga zona ime, po unë prapë e bëj shërbimin. Në punën e tij gjatë gjithë vitit, ka një ditë që e veçon nga të tjerat. Datën 31 dhjetor, ditën në qoftë se është ditë pune, se zakonisht mund të bëjë edhe ditë diele, po nga ana të shtunë jemi në punë. Unë vishën se babagjysh, e kam bërë traditë timen, vishën se babagjysh, shkoj në çdo shtëpi, zyra, edhe ka një gëzim ku në një familje hap derën një fëmijë i vogël, u thotë erdhi babagjyshi, na solli pako. Pranon se shpesh ndodhet edhe në mesin e konflikteve të panevojshme, në momente që dorëzon dokumente. Unë përpiqem që mos kem konflikte, se normalisht unë bëj punën time, personi ka drejtën vet, nuk do e refuzon marrjen e zarfit, kam probleme, edhe në një farë mënyrë shfryn edhe ke neve. Po ne bëjmë punën tonë, ke postieri sjell edhe aberin e keq dhe aberin e mirë. Kështu ka qenë për herë postieri, që më konë e lashtë. Fationi është fytyra më e njohur në lagjet e vjetra të Tiranës, tek Pazari i Ri dhe Xhamlliku. Këtë punë e bën për 7 vitesh, por profesioni i tij, një nga më të vjetrat në botë, nuk preferohet nga të rinjt. Jemi brezi vjetër që e kemi mirësjelljen, edukatën, disiplinën ke puna.